Në 16 vjetorin e anëtarësimit në NATO, kryeministri Edi Rama inspektoi bazën e Zallherit. Paraqitjes së forcës nuk i munguan as 3 helikopterët që fluturuan mbi ta. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij tha se Shqipëria ka ushtrin më të përgatitur në rajon, ku premtoi rritje të pagave. Jemi sot në një pagë mesatare 1.550 euro, që më lejoni t'ju garantoj nuk është stacioni ynë i fundit, por është vetëm një nga stacionet. Duke akuzuar për arsit e tij në qeverisje për shkatërimin e industrisë ushtarake, premtoi reaktivizimin e plot. Shqipërisë i ndodhi çka nuk i ka ndodhur asnjë vendi tjetër për jetë vërtetës. Një rënje në UNER dhe pastaj një braktisje shumë e gjatë. Ne do të jemi një vend eksportues i prodhimeve ushtarake brenda kësaj dekade. Ky është qëllimi. Kreu i qeverisë tha se edhe numri i rekrutimeve dhe studentëve në ushtri është shumë fishuar gjatë këtyre 10 viteve.